Po? Ky e fut dorën mbrapa Gretës dhe Amer. Ai betohet ka. Tani unë isha larg, po e pash si veprim që ky e futi dorën dhe kjo u çu dhe tha si futi dorën të vitet e mia, shishja ujit ishte të vitet e mia. Deri këtu okay. Çosh tani Juela vjen i thot një fjalë, unë i hyn mes, ti pse drejshën shkon dhe bështyn Juelën. Pse po përbështyn Juelën? Ç'të bëj Juela? Që ta fjalë, provokime me fjalë. Si del, pra nuk e del dot aty. Është gjëja e Gretës që ka treguar. Në rregull pra, po e kupton nëse ajo mundet, kishte një fije shpresë për ndihmu veten e vet. Ajo me këtë veprim Gaboj. Ka pasur gabuar shumë. Edhe ja kam thënë dje pas Prime-it, i thash Greta, bëj ç'të duash, unë nuk të kam ndërhyr kur, nuk do të ndërhyj asnjëherë. Nëse do ndihmën time, më thuj Selin, po unë kam nevojë të më ndihmosh, të më mbrosh, po unë në këtë pikë scenariu do i bie dal hipokritë me veten time, se unë s'kam mbrojt Senon, Kristin kur ka ndodh. Kupton, nuk mund mbroj Gretën. Se s'është hera parë që ndodhin këto veprime. Jo dhe njëherë Greta gjithmonë ka treguar që personi që ka një gjë, nuk i del dot ballë dhe gjithmonë e anashkalon dhe godet një tjetër aty kot, futja kot. S'ke ç'a bën. Është mënyra e saj. Nëse e ka shtyr edhe ajo Juelën, gabimi është pastaj i saj. Shumë me shtyr nuk ban. Po ç'është kjo ajo? Po e ka bërë tamam se çka. Veprim rrugë komplet. E ka bërë, po ç'është tha, ç'sh mas çaroj mu Rogerti, i bën ças ato s'kan ndodh, po. Edhe Juela gabim se provokon dinat pikë që del për vetë. Mirë, po ka diferenca e provokon normal gjë. Edhe Rogerti gabim se do më shkum ja marr shishën një femnë sa ashtu mos ja merr në atë mënyrë. Shko merr një shishe tjetër, jo se derisa më jap shishën Juelës. Shko merr një shishe tjetër, jep ja Juelës me ujë, e jo më ja marr në atë mënyrë. Ajo shumë gabim që shtyn fytyrë, se femnës çysh më shku me shtyn fytyrë femnën çfarë asnjëri tjetër nuk bëhet, edhe mbrëmja ka shkruar një letër aty K.A. Juela. Adel? Ja ka bërë Greta? Ja ka bërë Greta. Thash pse më bë Greta jo karamelja. Thash nuk është gjë që bëhet, a kupton? Si reagoi Juela ishte na dëshira. Edhe Juela. Mos ishim reaguar unë Arsyetoni çdo gjë, ti nuk mund isha këto ma dëshirave. Po unë nuk shkoj një ti gjë bën asnjëri. Çfarë thua me gënjeshtar? Unë isha te kratë. Unë po shkoj këto ma dëshirave. Po pra, te dhoma dëshirave mos gënjeti se ti u nise për tjetër vën. Po kush pa arsyetoj? Kush e ndjek Gretën moj? Kush e ndjek Gretën moj? O gënjeshtare. Ta ndjek unë se mbështya jo. Ka një protokoll të mrena, jena në një emision, jena në një program. Kam logjikën unë. Ti çka kemi? Unë kam logjikën. Po normal. U çova ika. Atë do doje ti që të reagoja me Gretën. Çfarë po thua? Po kush arsyetoi Gretën? Kush e mbrojti? Kush e mbrojti Gretën? Ju e keni lojë me dhunë, me poshtrime. Kush e mbrojti? Ju këtë lojë keni. Kush arsyetoi? Ti kur? Ti e shpëtove besoj. Unë shpëtova? Ti e shpëtove. Ku e shpëtova unë? Besoj unë. Qa po flet me ti? Që e shpëtove. Ku e shpëtova unë? Ajo hiku se do degradote. Po ti ku ishe ti që e pas ke vërtetu? Apo pa ludon? Ti e vërtetove? Që unë e mbrojta? Unë të dhoma dëshirave. Po mos gënje pra. Që unë një protokollin. Ose na do, askush nuk e mbrojti, edhe te dhoma rrëfimit, i thash, Greta, ke bë gabim,